nuk është veç këto të kështu gjithkun, skia Ciceron, nuk e posa as kamera, masi që ndodhe ajo, e gjithë kamerat. Qka? Shteti që thash, i kalon në arres. Gjithë tha monumentet historike të Kosovës. Dhe kur ardhët këto, që shumë djeta, po më tregon? Shumë keq. Në këto raste thash, preket. Çdo familjar preket. Tash edhe në Kaçanik që u thyen ato 3 shkronjat. Edhe nga prek. Pse? Çka i bën në 3 shkronja mu dëmtuar. Gjatë bashkëbisedimit me Mat, e jupi ngrej dyshime të forta se këto dëmtime mund të ishin me motive të caktuara. Thash pesha këto tenderet që shpepen, tenderi japet, po puna shtesë. Puna shtesë ki edhe ma shumë. Për me nxjerr punë, mi nxjerr punë vetës. Pa, sigurisht. Pse u bo një muaj ditë kohë që as pastruan se kalon ma orë këtu në objekt, me pastru, me rregullu diçka. Pa ja kanë ndërprej punën, edhe pen kitë kohën, deri me ne, ka thonë, filla punën. Dhe jo s'jeni njoftu për këtë shkutje? Ja, absolut.